Le të kemi sa ro. Ej, po më duken to prosciutto si pjesë e trupit tim që po i ham të gjithë. Okej. Klodi, ja këtu të ham pak. Mund të bëjmë edhe një heshtje një orë. Bukur do ishte shumë. Është herët për Next time. Është herë për Shqipërinë, po them, po. Një, do t'ja fusësh trurit tim. Bu, e ke dia. Ne do t'ja fusim trurit e njëri tjetrit. Po, e bëjmë kështu tak, do ta vit xhin. A kam dritë do ta quajmë seks trush? Të bised. Seks trush. Po. Trut ton të bëjnë seks me njëri tjetrin. Edhe në mendim, edhe në koncept. Po, Melis, ne të bëjmë një erotizëm total. Dritë e kuqe kemi. Episodi e ka seks trush. Seks trush, ë? Se Melisa vendos titujt e Just do it. Mund ta hapur në shumë forma këtë pjesë sot. Mund të kisha thënë që ai është një artist kontemporan, që është një kurator arti, që është një bot më vete. Klod Dedja. Një graskë e bukur këtu. Graskë. Të pëlqen? Po, shumë e bukur. Është një çerdhe e vogël, zogza është. Po, imazhi është magjik. Nuk arrito ta perceptoja që ishte kështu. Ne mund të jepja ai çik energji, shiko, vetëm e kemi rreshtuar sot me bukuroshe. Unë them përfundimisht një ushtar juaj shpirtëror. Zot, ky emision do të vetëm për mua, nuk më plasë ai shikoj njëri fare. Absolutisht. Klod vlla. A të kishte munguar liria tani që dole që aty? Po, liria është... Se një rebel i përjetshëm. Shko, liria për mua është edhe një bisedë në banjë, po mendoj se neve duhet futur brenda një kubi për të kuptuar se çfarë ka jashtë saj. Dhe kjo është një ftesë shumë interesante për të futur brenda, por kur futesh brenda kupton që ti nuk është e jotja, as brenda, as brenda brendës. Pra ke dy lloj realitete që janë ato që ndërrojnë aty brenda për të qenë në reality, po dhe reality show është një tjetër sy që shikon nga jashtë dhe janë dy komponentë. Këto dy komponentë bëjnë kubin, që është një total në formën estetike dhe në formën shpirtërore ti je shkatëruar, i çekuilibruar dhe është një ftesë e madhe për të çmendur. Domethënë ti e shikon si një format i reality show. Ishte performance totalisht, po. Ashtu? Nuk është thjesht një kaos i pasens? Është një kaos komplet i pasens dhe i padëshirueshëm, por i nevojshëm. Okej. Më pëlqej. Po unë e shikoj që ti nga brenda nuk e qenë kurrë i izoluar. Unë nuk mundem dot, unë me izolu është një vetvrasje direkte. Nuk mundet dot. Jo, ja kam thënë vetes. Tani, ajo që vura re, unë është shqiptarët nuk kanë evoluar shumë me këtë pjesën Just Women's. Pëlqen? Mirë, kemi edhe Nikitën, sot parë se nga emri. Po, sot më duhen gjithë femrat në fund, okay. Në fakt të gjithë jemi gra sot. Klod, Novka ja, shtu është fantastike dhe me prosciutto të rrethuara. Le ta bëjmë instalacion këtë punë se. Mund të bësh ç'të duash, mund të bësh çdo gjë me mua. Jam unë instalacioni jot. Varse Leo është një instalacion, nuk do flasi, nuk do bëj asgjë sot. Thjesht e di ai ç'do bëj. Sot orë çmenduri është kaos sot. Bum. Ajo që shqiptarët nuk e suportojnë dot aq, po unë do të thoj ai gjë. Novka Koçi. Domethënë shqiptarët ja u kanë një plag komunizmi që gjithë personazhet interesant. Për shembull Koçi është personazhi më interesant ndonjëherë. Edhe e kanë si për kështu. Pse vazhdon akoma këtë në Shqipërinë? Po Koçi në fakt ka qenë më i mençur nga të gjithë simbolet. Po është mbill nga komunizmi pra. Thonte në një moment aq i izoluar Shqipërisë, thonte gjëra që ishin pamundur. Edhe nuk e çon në burr kurr. Pra Koçi ishte një super bir jashtëzakonshëm. I mençur, intelektual, i thellë, qesharak. Ai duke bërë qesharakun, ai shpëton. Çizme meksikane, ajo. Çizme meksikane, zhabën alçi. Kupton? Ato ai do ishte futur në burg 2-3 breza, kupton? U thonë shpreh, se nuk lejohesh. Vetëm nga kollaroja që bën. Ky shpëtoi sepse në film e kishin bërë si ekstroverti, pak a shumë ato që jemi sot, por prapë qëndron në Koçi. E ktheva prandaj tosha Koçin. Koçi është për mua the best guy. Edhe me gomar mua më pëlqeu shumë. Hyrja me gomar ka qenë komplet një shuplagë e madhe, po shumë e madhe. Ishte ndaj Mbrapsh kishte hipur apo jo? Mbrapsh. Po mbrapsh. I kishte hipur gomarin. Në moment më kujtua unë nuk e kam qef tradicionin fare, por më kujtua Nasradini, nuk e di pse. Që ishte mbrapsh me gomar. Ka pasur ca gjëra, ishte mbrapsh dhe jepte mend njerëzve duke ecur mbrapsh. Edhe njerëzit nuk e merrin dot për së qenuri, sepse ishte qesharak.
Mirë po, duke qenë qesharak dhe jep leksion, ai fitoi, u bë shumë i famshëm. Pra ky të qenurit qesharak dhe i mençur, për mua është një argument interesant. Ti për shembull, ke qenë edhe më parë në panele me njerëz që nuk është se janë your cup of tea, ke qenë me personazhe kështu TikToku, nga këta që kanë qenë përputhen, edhe ke qenë për panele ndryshme. Dhe këtu kishe disa kështu. Po. Ishte fiksi, prandaj po duk vete si përputhen. Mësove ndonjë gjë nga ata, apo thjesht i përçmove kështu në heshtje? I kam rryer gjithë një nga një, do komplet. Një urrëtie fundamentale. Pa bum. Edhe mu duk një sekond si Squid Game, edhe thash që mos të kthehem tani në një vrasës pa pagesë. Po me mendje ke vrarë. Komplet. Mora armën nga ato plastiket, sigurisht. Dhe bëj film ku Squid Game në kokën time. Edhe u krijova një lloj game-i që më pëlqej. Prandaj rrie larg se doja të dish ai që gjunte në distancë. Dhe kishte më duk interesante. Klodi ka vrarë gjithë fermën VIP, madje i ka dhirë mbi kufoma, çfarë s'u ka bërë. Të s'kam drejt kuqe te kjo. Sa e burr kjo, do të fus në një show në një moment dhe ti do ta bësh të. Në mes të operas. Çel! Kaos! Ma pëlqen. Klod, cheers njerëz se nuk bën. A do ta bëj? Po, kush ishte gjëja më absurde te ajo ferma VIP? Më fal që po të pyes për atë gjë, po duhet ta bëjmë për këtë. Gjëja më absurde ishte të shikoje një shkrimtare të çoroditur nga trut, edhe të mbaruar psikologjikisht, e cila frymëzonte një popull të tërë me ignorancën e subaktrimit të parashikuar. Dhe e besoj që po flet për Diana Çulin. Jo, po flet për Moza Ahmetin. Yes! E ke quajtur dikush që ka vdekur pa lindur, dinosaur që po mban peng shqiptarët, e tjera. E ke patur. Mund të shtojmë këtu? Mund të shtosh, mund të thuash çfarë duhet. Edhe un fola ishik për Mozën, nëse s'e ke parë ende. Me shumë respekt, me shumë respekt, por koha dinozauri ka mbaruar për kohë, na bidem si është mundur që rrim aty duke gjetur akoma. Ja çmendur shqiptarët e duan shumë. Lëkurën e dinozaurit. Dhe ty të shajnë shumë nga që u zure me Mozën. Unë i duar mish një nga një. Bum. Ç'ishte ky rivaliteti i çuditshëm? Nuk ka rivalitet. Rivalitet nuk është rivalitet, e para sepse unë kam dashur artin e saj dhe kemi punuar në dy gjëra të vogla, por ideja është që zbulova një personazh shumë kaotik dhe po bën çdo gjë për të fituar çmimin, gjë që për mua është një mungesë e madhe respekti. Po e bën. Ja kam thënë unë edhe Meglit kur punonte këtu. Kështu që tani populli që ndjek është gjithkohë dhe kjo ka ajo din se si bëhet ja. E di pra këtë i thoja unë Meglit, Megli se e kam aty. Ajo e di. Rri aty mbrapa. Më beson dhe mua. Ajo e di shumë mirë po bën. Kupton ti E di shumë mirë po bën. Mirë, ajo po përdor këtë pjesën se nga që i di sa të vegjël janë një pjesë aty jashtë. Po ti ja përdore në një intelektin për të dominuar ata brenda. Jo, se do kisha bërë diktaturë dhe diktatura për mua nuk është argument dhe no. Unë aty brenda u futa për të përjetuar komplet idiotësinë e tyre dhe kishte konsciencë, ishte konsciencë e hapur, edhe ja dole kaq, e dija që do qëndroja ajo shumë gjatë, kisha një mendim për të vetes time. E dija? E dija sepse nuk kam hyrë aty për të fituar, kam hyrë për të eksperimentuar. Okay, guys. Unë eksperimentoj çdo 5 sekonda dhe me ju që jam këtu, tani jam duke eksperimentuar apo me kamerën që keni përballë. Ne shkojmë për te gjës dhe për te vetes, pikërisht kur vemi në lojë. Loja kush është? Open space me kamera. Dhe aty që kamerat çdo 3 metra. Kupton dhe nuk ti s'mund të shikoj ishin 20 kamera që shikonin ty. What the fuck I'm talking about? Edhe kishte këtë dramën e heshtjes së madhe sepse kuptoje që pas kamerave kishte një empty zone. Një zonë e vdekur. Gjendje transi atje. Ishte komplet komplet. Nga një ëndër e jetuar me kështu me sy të hapur. Po pra ti ke përjetuar. Ja, unë flija gjumë atje dhe zgjohesha në ëndër prap. I thosha po jam në ëndër apo jam atje? Dhe flija gjumë për zgjuar në ëndrën tjetër. Shikoj pa po ku jemi dhe nuk e gjeja kurrë. Zgjohesha mbjes kuturu. Merë madh. Dhe ti e ke parë në këtë lloj forme kurse njerëzit kanë kapur vetëm rivalitetin tënd idiot. Po sigurisht. Po. Edhe ky është koncept, nuk është se A do ma bësh një mua? Unë dua një penis të vogël aty. Yes. Do gjej ku ta lëgishin të bësh. Do ke ishte një smile për ty, edhe po e lë. Edhe pastaj do ta bëj atë ke qef. Prit se s'kemë arritur kulminantën, mund të ta bëj. A i kanë gjasa mund të ishin bërë të fytyra apo? Po bëjmë këtë edhe do veu dorën aty do të bëj. O sa po m'pëlqen ky emision është vetëm për mua, bum. Nuk jam deri asnjëherë kaq rahat në fakt. Vërtet?
Po. Prisi s'kam birur të mbi tavolinë. Dhe për këtë dua të them, dua të pyes për diçka që i shikoj njerëzit, se po i lexoj këto komentet e këto fermat e këto budallëqet. Edhe një nga gjërat që flasin është që ti ishe ziliqar. Po. Ndaj mozës, domethënë. Ke qenë ndonjëherë fuck it atë, po ke qenë ndonjëherë xheloz ndaj suksesit të dikujt tjetër në përgjithësi? No, unë nuk mund të jem dot xheloz, madje sepse nëse unë jam xheloz, unë nuk kam mundësi të shoh gjërat, domethënë një njeri xheloz duhet që nuk shijon gjërat, apo jo. Që unë mos e kam shijuar në artin e saj, po është një art që unë nuk bëj artin e saj, është tjetër gjë. Ajo shkruan çfarë bën? Po, ajo shkruan dhe është një mashtruese e këndshme poetike, po. Dhe nga që ka jetuar në kohën e komunizmit, në kohën e komunizmit, çdo gjë ishte shkërdatlik, kupton, dhe gjithë bënin pjesë në një orgji kolektive informacionesh dhe ja fusin njëri tjetrit. Kështu që është mësuar në këtë formë. Ajo është shkolla e vjetër. Unë prandaj quajta ti e vjetër. Sa vjeç është? Për sa përket konceptit. Sa vjeç është kështu? 800 e sa. I bërë, ja? Kur e kështë? Por nuk dua të jem modest, mund të ketë 1.2. Bilion. Ne të flasim në kohë. Në fakt dinosaurë quhet ti, kështu që. Një nga gjërat e tjera që ti ke thënë. Imagjinoni mozën si T-Rex. Ishte Melisa, a do ta bëjmë mozën si T-Rex apo shumë? Moza është një super T-Rex magjik. Magjik, të bëj edhe me krah. Kjo ti ke thënë shumë gjëra atje. Domethënë ke bërë disa deklarata, por njëra që më ka pëlqyer mua më shumë është që ti ke thënë unë brenda vetes kam disa versione. Po. A ka një version të Klodit që nuk bën art, thjesht rri kruan shikon televizor? Unë mendoj që në kohë të shkurtër, çdo pak sekondë, çdo 10 sekonda unë kam 4-5 personazh. Unë kam njohur atë që kur erdhe. Po, jes. Se jam kënaqur. Edhe ti dhash me shumë qef. Për zotin. Ai që puthin qaf me Lisën ishte i preferuar. Kështu që mund të bëjmë xhapik për 7 sekonda. Tani, me që unë thash puthe me Lisën, është dikush aty jashtë që mund ta dëgjojë, mund të mërzitet. Një puthje elegant. Do më lejosh të hyj pak në shtrat? Futu, po në kuptimin e futjes, të futbollit. Tani ti ne të gjithë e pan atë, para se njerëzit u morën me atë se janë morën atë pjesën që atëherë mund të mbyll sy. Mund të vesh të duat. Nice. Po, le ta trajtojmë si terapi. Më fut në shtrat, po. Njerëzit u morën me atë vajzën që unë e njoh nga larg, mund ta përmend emrin? Ersën, që ju bashkë po keni hapur edhe një platformë Tamomin. Okej, po kemi hapur një platformë, po. Që ta plagemi çike edhe këtë gjën. Tani unë nuk dua të merrem me atë, jo yri me mac bëri shumë mirë, ishte shumë nice. Edhe unë e pa që ti ishe aq i dashur dhe unë e di që ti je aq i dashur edhe i ndjeshëm. Po brenda në shtrat, si jo? Nuk dua ta quaj dashuri apo seks. Tash po i hap që të flasim. Po. Dashuri apo seks, si e quan, po si është Klodi në dikush me këtë fantazi? Stronge? Po. Dashuria e thënë, shumë fort. Ndryshe, jo mua pëlqen demët në arenë, kështu që më pëlqen kuqja fort. Palesi do jetë seksi me këtë njeri, mo amano. Imagjinoje një. Mos të bëj të zhvishëm nudo, se mund ta bëj. A do të jesh vetëm një thithk? No, do të zhvishëm o komplet o nothing. Okej, zhvishëm komplet atë. Go. Jemi gati. Jam gjithmonë gati. Jemi gati. Jemi gati, mo. Është shumë e gjatë. Është shumë e gjatë si çështje, domethënë. Okej, mund të heqësh ripin anë gjë. Mund të heqim gjithë gjërat tjera. Po të lëmë një tjetër gjë, po ta bëjmë kështu pra që të përgatitet të bëjmë si performancë. Do ta bëjmë një gjë në fund, do bëjmë disa gjëra. Se si të shkon ndërkohë këtë edhe këtë mbrapa bëhet art, ë. Kjo është gjitha instalacioni im, edhe Leo është pjesa e instalacionit tim. Leo është perfekt. Më kupton? Leo ti ishte nudo, ti ishte perfekt. Leo nudo, next time, okay. Puna që ka ardhur fala se. Se do të atë po të paguaj. E imagjinova 3 lë. Okej. Edhe unë e imagjinoj jure, kam filluar të imagjinoj shumë goca këtë dreq. Ashtu, ë? Po më ka bën si Nëse. Klot, me që ishim te këto. Ti fol edhe për dasmë, që dua të bëj dasëm kur të dalë. Po, këtë vit kam qef të Aman. Kur themi dasëm tani më largoni nga qoftë të drejtë. Këtë do të thotë, se duhet dasma do jetë me ylli bakën. No, mos më jep mua ujin çaquta ajo. Si do jetë dasma e Klodetes? Do jetë një gjë shumë konceptuale, shumë modern dhe është një gjë shumë e vogël, jo shumë e madhe. Aman më ftoj, e di që jam pjesë e vetë. Dhe do jetë në ajër, pak a shumë kjo është koncepti. Në ajër? Kjo është një koncept. Pra është një projekt, është më shumë si një performing. Edhe nuk është quhet martesë, unë ne e quajmë një hap për te magjisë. Është diçka magjike. Po do i ftoj në farë mënyrë, ju kam shpirtërisht brenda. E di, a do ta bësh live stream?
Mund ta bëj. Ta bësh te tamam të bëni. Bukur do ishte po dhe po. Por tamam, çfarë do të thonë nga tamam? Tamam ka është një koncept ironik i të asaj që është everything is okay, pra tamam është Tamam. jepi është çdo gjë okay, por në fakt gjithmonë ironia të qenë okay vazhdon të jetë aty permanente. Pra ka dy sides, tamam dhe jo tamam. Ide kujt ishte jote apo e zonjës tënde? E damës. Po ka lindur në kështu në proces. Kemi qenë në një udhtim shpirtëror ku nisëm me letra për të bërë projekte, koncepte, si do bënim gjën dhe aty lindi kjo koncepti TAMOM, tamam. U zhyte poshtë? U duk sikur po ja merr ngoj Deus. Po, më thani se sa plasi këtu. Ne mua më pëlqej që ju do të jepni mundësi edhe artit kontemporan me atë gjë, që është një platformë. Është një platformë, po. Tani me që jemi te ky arti kontemporan. Kur të thonë që nuk e kuptoj artin tënd për shembull. Kush është përgjigjja e parë që të vjen? Faleminderit. Ikëm. Kush ka që performanca jote që ka lënë më shumë shenja tek publiku, por dhe tek ty, ose vetëm tek ty? Është fakti performance, që më ka tronditur mua personalisht, pa dhe publikun, ka qenë kur jam zhytur në Akull, në një klub Akulli në Vilën e Verit. E di unë atë. Një nga eventet që janë pjesë e karrierës time, ku e kurova unë, po bëra edhe si artist performance, ku te Vila e Verit në 2014, pak a shumë nëse nuk harroj datën, bëm hapjen për të parë herë, aty që sot është kthyer në një rezidencë artisti, ne bëm këtë të parën, si do ishte, si mund të ishte. Edhe bëm një akt 24 orësh, ku mblodha 4-5 artistë të rëndësishëm në sensin konceptualist dhe qëndruam, jetuam 24 orë brenda Vilës së Verit dhe unë fjeta tek krevati i diktatorit, i vërteti me të njëjtat gjëra dhe përjetova një gjendje shumë fort 24 orëshe. Isha një moment të jashtëzakonshëm dhe do prodhonim një vepër që për publikun do hapet nesërmen. Dhe unë u zgjodha, koncepti im ishte të hyja në një klub xhami, që isha në Akull, do qëndroja derisa zemrat fillonte të thonte që you cannot stay anymore. Ana shëndetësore po thonë. Dhe kam qenë afër hard attack, po it's okay, kishte part of the project. Dhe e mbylla derisa Ishte part of the project? Yes. Edhe nëse do vdiste sigurisht do ishte aty. Dhe koncepti ishte që qëndrova dhe ndalova aty ku në zemra fillon të thotë lutem ndalo se nuk mundem më. Dhe ka qenë diku rreth 2 orë në Akull. Edhe ka qenë një nga eksperiencat mia më unike, aty thyva murin, i thash gatorit të kam ato ku ti kesh. Dhe pastaj mundova të hapja dyert të një zone që quhej muri bloku i fundit i murit komunist. Sa në. E shikon kush është art mëre. Ky bën shaka kështu me seks, edhe bën kështu, për pak më rat fikt po më villet. Dhe shka vdekur burri botës. Ku e kam kamerën? Klodi mund ta ketë kamerën ku ti doj. Klodi, ke bërë një gjë pa dashje edhe njerëzit ka thënë, "Ua, super art Klodi." Ti ku di orë të ra gota aty. Ajo fjala dur që s'po gjej ishte pikërisht. Pra unë bëj çdo gjë pa dashje. Edhe unë përcjellë pa dashje në fakt. Edhe kjo çdo gjë është pa dashje. Pra, pa dashje do vjen pikë pyetje. Por pa dashja bën fëmijë. Po. Ja. Nuk pa dashje u bëra. A jemi bërë vallë të gjithë pa dashje? Pa dashje. Po, një super pa dashje është ajo. Desi konflikt, nuk është desi duhet rrokitje, ëh. Po. Hadi këtu ti? Shoqëria, motorët, gjërat. Wow. Nuk jam pa fjalë. Do you remember Charlie Chaplin? Makineri. Kështu që jemi në momentin ku ne jemi brenda makinerive. Jep. Leo thotë është më mirë se Charlie Chaplin, po unë dyshoj. Domethënë mund të jenë aty. Leo kush? Leo është Leo Juarius. Unë mendoj se i quhet Bom. Kush do ishte një emër? Më jep një emër. Sot mua. Jo mua, varet ai ekziston. Ti je Jim. Jimmy Boy. Si Jim Jarmusch. Ti ngjan pak me Jim Jarmusch. Ngjan pak me Jim Jarmusch. Nëse publiku se di fare kush është Jim Jarmusch. Por çfarë mos i ky emision është vetëm për ne të tre. Kur krijon më mirë, kur je i qetë apo në mes të krizave ekzistenciale. Nuk ka qetësi, ç'a qetësia. Qetësia nuk ekziston, unë bidën kush thot, hajde qetësohemi. Për çfarë do qetësohesh? Pse duhet qetësohesh? Çfarë është hajde vdis. Do qetësohu, futet sikën, futet mrena. O shoku, ku do qetësohesh? Ku për çfarë? Për çfarë do qetësohesh? Ora qetësia nuk është dhe në banjë nuk duhet qetësojni. Edhe aty as në banjë. Aty mbahuni zonë. Moza e ka qef qetësin. Moza është një tren që futet gjithë andej. Një tren gjatë, elegant, i shpejt. Nëse, kafshët kanë gjithmonë parametra edhe njerëzore. Me këtë publik kaq sipërfaqësor, jo kaq simpatik si ky jonë gjithë vajza. A ja vlen të bësh kështu art si ty? Si joti. Unë ftoj gjithmonë sepse çmenduria është e hapur, dhe çmenduria që është pozitive sigurisht, aty pastaj është do një përgjithësi çmenduria. Nëse pra un kam një gjë që
Unë e marr për sipër atë që bëj dhe mendoj, e para se kam kuptuar çdo gjë si filozofi. Po më duket si vagin tani. Unë po kënaqem seksualisht. Dhe I lagë ato çupat brapa. is biu. Por ajo ka burrin atë. S'po e vjen në pauzë, nuk dua të keq kuptohem me njerëzit. Dhe Jo, të lutem, a mund të vazhdosh? po dhe koncepti ishte pikërisht tek hapja dhe te zërimi i ngushticave mendore. Qartë. Përveç artist, ti edhe kurator arti. A je duke kuruar një vepër apo duke u marrë me një vepër edhe një moment egoja të kapi që ke thua, po si e ka bërë, këtë doja ta kisha bërë unë këtë çik më mirë apo i çik. Mund ta përshtym gjithë. Jo, mund ta përshtyjm ta le. Dëgjoj pak. Unë shtyve vërtet aty? Unë do ta ha atë që të bëhet shmenduri në fund. Edhe orgjia po vazhdon. Koncepti është shumë i thjeshtë që ti je kurator është përgjegjësi shumë e madhe, para se nuk je ti në çmendurinë tënde, po je në çmenduritë e tjerë, merresh me çmenduritë e tjerëve. Edhe unë prandaj kam vendosur të jem kurator se pëlqen shumë të zbuloj njerëz të çmendur, në sensin e përgjegjësisë për të qenë autentik dhe progresist. Një çmendur të jetë progresist. Nëse nuk bën progres, një çmendur bëhet një idiot. Dhe aty nuk e marr dot përsipër pastaj. Por ideja është të kurosh të çmendur progresist, është një angazhim i madh. Është shumë eksituese. Është një ngrefje mendore e përditshme sekondare. Çdo sekond. Ndihesh çik si kak kur e bën? Kaka kur del mendimi final po. Jo, si kak, këta tipat që shikojnë dikë që po bën seks, për shembull me gruan e tyre apo kështu që thjesht i shikon, i ai tipi që shikoj. Ke përë këta tipat që kanë këtë fetishin? Po, fetishin kakës, po, mund të ndo. Çdo gjë është hapur në ka ngjyra, çdo gjë është me ngjyra. Kuratori është i çik kështu si. Mund të jetë pak, po ka. Po shikon orgazmin e dikujt tjetër. Edhe unë kam parë që ka shumë kuratorë që bëjnë në orgazm personal mbi orgazmin e tjerëve. No, unë kam qef të ndihmoj orgazmat të bëjnë orgazma. Më pëlqen. A e dyshon ndonjëherë veten Klodi? 100%. Sa shpesh? Edhe tani që jemi këtu bashkë. Çfarë dyshimi ke sot për këtë që po ndodh tani? Po dyshoj kush është gjuri im i vërtet, pra gjuri që kam poshtë apo ky gjuri që vura tani dhe më duket si një seks i ngjitur në gjuhë dhe po më tregove shumë për një performance. Çfarë nuk mund të shprehet me fjalë, por vetëm nëpërmjet artit? Heshtja është një nga gjuhësit më të mirë. Fike, mbani të gjatë, lutem. Ngrefer e keq. A ke parë emision si ky më? Ti flet vetëm në heshtje. A ke parë emision si ky? Guys, good. Po s'bëm dot shumë art, ndejmë të rrinim në heshtje akoma më shumë. Nëse. Jemi figur? Jo, ne do jemi gjithmonë. Mos e fikit lutem, ë? Jo, në asnjë moment. Madje tani ne do bëjmë ja 2 performanca bashk. Time open. Nga do ta fillojmë? Do fillojmë atë që un kam qejf. Si ka patur emrin e performanca me Ajo ka qenë Fly Me to the Moon. Është një performance që bënte pjesë e një performance i madh, ne ishim 3 artistë të ftuar brenda një performance që e bën bashkë. Dhe titulli ka qenë Debris Sound, zëri i mbeturinave, por unë kisha një titull poshtë, ishte një Fly Me to the Moon, në momentin kur personazhi bën muzikë me këmbët e mia. Me tabanin, do bëjmë bashkë tani? Do ta bëjmë bashkë dhe tani u kujtova që nuk vum ato maskat. Ku janë maskat? Ta mirë që i morë. Keni Jokerin aty? Çfarë maske keni? Mi sill maska, do t'i bëjmë tani. Ose ishte. Hajde fakit. Edhe një palë të mbathur aty elegant. Me gdim jepi pak të tuat. Më vishni me të brendshme, të lutem jep pak. Keni fetish kështu këto? Jo, më pëlqejn pak këmbët. Këmbët janë të mira, Shumë mirë këmbët. Shumë mirë, po që ka shumë ambient mirë për thënë çmendurira këtu. Por ju projektaj për unë e di që ti do vish prapë. Prandaj keni bërë, po sigurisht me qef. Pas kësaj nëse të vjen ndonjë gjë çfarë mund të bëjmë tjetër, se këtë e mendova unë. Po. Po ta shohim gjë tjetër. Keni një moll dhe një gozhd dhe një çekiç. Me 3 gjëra dua. Ndërkohë unë vetë po mendoja thash dua të sjell një gotë ujë dhe një patatë dhe një këpucë. Jo të betohem, nuk e di pse. Shumë e bukur dhe. Klodi Menderjush. Çfarë kanë shqiptarët me nder? Shqiptarët e një krizë totale, vendimi dhe konceptimi se çfarë ndodh rreth tyre. Për krizat e tyre, Leo po masturbohet. Ndërkohë që unë po bëj këtë. Leo është momenti dur. Çfarë është orgazma për Klodin? Orgazma është pikërisht ky momenti këtu. Apo arrim të trenë orgazm, është klimaksi më i madh që ka ndodhur në një emision shqiptar këtu tani. Ta bëjmë live këtu ti. Okej, mund të për ta mendoj. Apo klimaksi do ju po klimaksi ju anë brava? Disa njerëz do ta fikin në YouTube, do ta heqin, do ta instalojnë nga kjo.
Ra, YouTube-i sa po ra. Klod, eja. Thank you. Oh, Maestro Klod Dede. beautiful. Ne mund të vazhdojmë, ë? Ne mund të bëjmë çfarë duam. Ku është molla, çekiçi, do bëjmë edhe një performancë tjetër. U argëtova shumë, thank you. A u argëtove? Se unë pa fund. Zemër ke po kriju një ambient fantastik. Don. Hape fto artistë bëj performance tu. I would love it. Këtë do më sugjeroj në një. Lady Gaga. Lady Gaga të Denisi? Të Menderjush? Kjo është si du ta mendosh. Se... Red, guys, red. E meritoj, do me thënë. E meriton? E meriton, Lady Gaga? Lady Gaga është ti e perfekt për Lady Gaga. Do them këtu në mënyrë shumë profesionale. Është ty perfekt. Por dua kam rënë dashuri me këtë burr, merrni vesh apo. Edhe unë. Shënojeni datën, që të rishemi një herë të bëjmë vjetorin këtu, dashurisë tonë. Mezi po pres të them të gjithë rrethit tim që të kam takuar dhe ishte kaq i mirë. Jemi tani është time of performance, koha e performancës. Live tani, Klod Dede do bëj një art vetëm për mua do ta bëj, për shefin tim. Kjo vepra quhet Fly Me to the Moon. Dhe është enkas për ty dashur, edhe për andale që unë nuk e kuptoj ku ishit juve, si kisha parë për fare. Dalina. Kjo është for all of you, especially for you, and for all of you. Po si ishin e pashkët si Jezusi. Është dhe lëngu që rëshket... Më pëlqen, prandaj po rriqet, më bie në surrat. Si që rëshkasin bisedat tu tek andale. Lëngshëm dhe rrjedhshëm. Kam vënë re ka një rrjedhshmëri të paparë këtu brenda. Dhe mua po më Gjë pëlqen. që shumë vështirë ta gjesh në Shqipëri, ka një thatësirë të madhe around. E kam lagur unë keq fare. Edhe ti je vetëm që mund ta lagësh, E kam lagur unë. lëngu i mollës është requiem mbi lagjen tënde. Requiem mbi lagjen time. A mund ta quajmë kështu veprën? Tatuazh. A mund ta quajmë kështu veprën? Po, Requiem mbi lagjen. po, requiem mbi lagjen. Requiem mbi lagjen. Edhe çdo gosht është si një etyd që kemi biseduar sot bashkë. Po a ma shpjego të lutem ndërkohë që e bën. Si një ngulje në thellë, ka qenë vërtet një bisedë ngulëse, për cilën nuk do harroj, dhe memoria është sepse ta thash, ti injekton si një gjë që bën dhe një gosht që futet në një trup të huaj. Goshta këtu nuk është mësuar të futet në mollë, është mësuar të futet në dru. Edhe në raportin me mollën e bën atë të këndshme. Madje po ta pyesësh goshtën tani si ndjehesh, e thot wow, çfarë sipërfaqe që po ngulem, se unë nuk isha përgatitur për të ngulur në mollë. Dhe kjo është dhe forma e re që bën që arti jep një formë të re, një ripropozim të natyrës humane, po edhe objektistikës që e rrethon. Pse duhet të bëjmë mollë, të hajmë mollë, mund të bëjmë mollë me një mollë, mund të bëjmë një performance. Dhe goshtat jo gjithmonë i ngulim vetëm në dëras. Pra kjo të qenë jo i parashikueshëm e bën realitetin magjik. The fucking man. I love you. The fucking man. Jam i eksituar. Po ne jemi on, por si jemi të eksituar on. Fucking Melisa merret me gjithë të gjën edhe do masturbohet duke e bër. Bëj çfarë duash. Ky emision është rom. Un kam lindur më të jem kështu, un do ta lë stand-upin. Un do bëhem nxënës i Klodit. Unë do bëjmë zënë të jotë. Edhe kështu bëhemi zënës të njëri tjetrit. Apo jo? Good. Klod do më duhet të me keqardhje po të përcjell tani. Ti përcjell po nuk i ke plako, kam ndarë. Jo, thjesht do mbyllim kamerat dhe do pim verë për qefin ton. Po. Për qef trapit. Zdu. Unë do vazhdoj të jem me Klod Deden, do pim verë për qef. Ju jemi. Adios. S'është fare akoma. Nuk se. Ta lëpim tani. Për ku iku Denisi Vanon? Okej. Ka që kam shumë qef të pjesën është pjesa ime preferuar të gjitha këto emisionet. Për zajë, se kam përgatitur një dy gjëra, kështu me si po vres ti them kështu. Kam njërin që kam kështu bite, kam përdorur te stand-upi dhe një dy kështu si momentale, dhe ja them Denisit kështu. Me si po vres. Çfarë po bëni? Po këtë pjesën e fundit. Ta bëjmë bashkë? Po. Çak.